Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Në kapitullin e sinqeritetit, Imam Nevaviu ka përmendur shumë hadithe që kanë të bëjnë me këtë temë. Mesin e këtyre është hadithi i Ma'an ibn Yazid ibn al-Akhnas. Dhe Ma'an ibn Yazid ibn al-Akhnas janë tre persona, pra Ma'ani djali i Yazidit edhe ky djali i Akhnasit, edhe ky edhe baba edhe gjyshi i tij kanë qenë sahabi. Dhe që përmendin dietar se janë nuk di, thot Yazid ibn Abi Habib, thot nuk di dikë i cili ka marrë pjesë në luftën e Bedrit, ai dhe baba i tij dhe gjyshi i tij përveç Ma'an ibn Yazidit dhe babas tij Yazidit dhe Akhnasit gjyshit e tij. Pra transmeton Buhariu, se ky hadith është në Buhari, në Sahihun e Buhariut, e transmeton këtë hadith nga Ma'an ibn Yazid ibn Akhnas, thot كان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد فجئت فأخذتها فأتيته بها. بابا يزيد inzori disa dinar për t'i dhënë sadaka dhe i vendosi tek një njeri në xhami. Atë njeri e ka pat marrë si ndërmjetësues që ai më shpërnda të tjerëve sadakan që ka vendosur pra për këtyre dinarëve të arit. Thot pastaj unë shkova edhe i mora ato, pastaj ja solla atij dhe ai tha: Thot, pashallah, ty nuk kam pas për qëllim. Kam pas për qëllim, dikuna tjetër më dhon sadaka, ty s'kam pas për qëllim. Thot, fa khasamtuhu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa qala laka ma nawayta ya Yazid wa laka ma akhadhta ya Ma'an. Thot, pastaj shkum te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe ai tha, ty të takon ajo që ke pasur për qëllim o Yazid, babas të Ma'anit, dhe ty të takon ajo që ke marr o Ma'an. Ky është hadithi që kam përmend Nevaviu rahimahullah dhe që i cili ka ardhur në Sahihun e Buhariut. Pra, është një hadith që ka të bëjë me çështjen e niyetit. Dhe se babai i tij është shpërbly për niyetin që ka pas, edhe pse nuk e ka pas për qëllim m'ia dhon djalit e tij si sadaka. Mirë po, djali i tij kështu ka ardhur ka rahise ajo pasuri që ai më marr sadaka. Këtu kemi nevojë më përshëndru të disa çështje. E para, thotë baba im thot mësori disa dinar për të dhënë sadaka dhe i vendosi te një njeri në xhami. Sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka pas zakan me dhënë sadaka të ndryshme. Dhe këtu përmendet që kanë nxorr disa dinar të arit, se kanë thot për atë kohë ka qenë një pasuri kogja e madhe, se dinar të arit, një dinar i arit, do të thonë kogja ka qenë që e ka pas një çmim kogja të nal. Dhe i vendosi te një njeri në xhami. Kjo peksojna përfitojmë se njeriu mundet me marrë dikën si ndërmjetësues ndërmjet tina dhe ndërmjet nevojtarëve, ndërmjet atyre që po don më dhon atyre sadaka. Nuk është kush që ky vet me dhon sadaka njerëzve të ndryshëm. Mirë po mundet me dhon dikujt, hoxhës, imamit ose dikujt tjetër, i cili pastaj do t'ia shpërndon atë sadaka të tjerëve. Dhe ky baba i tina e kishte dhon këtij personit i cili ishte në xhami, e kishte dhënë këto para sadaka që t'u shpërndon nevojtarëve. Dhe kjo nuk bën ndesh me sinqeritetin. Se domethënë me marrë ndërmjetësues, edhe mi kallëzuar se këto janë sadaka, parat të sadakas ti shpërndoj. Bile kjo që shpërmendin disa prej dietarëve, kjo është më afër sinqeritetit, se ti mundesh drejt për drejt një dhon dikujt na sadaka, disa personave. Edhe ata më marr vesh me kuptuar që ti po jap sadaka. Edhe ma letë është mja dhon njonit edhe ai me marrë vesh se sa të tjerët, të cilët janë më të shumë në numër, plus edhe ata me përjetu atë një farë lloj pakënaqësi ose me përjetu një farë lloj ngushtimi, se mos ky i cili po jap sadaka, domethënë ka një farë merite më të madhe, i cili domethënë e ka një farë më nalt se sa ata. Për këtë arsye, në këtë rast, më mirë edhe më afër sinqeritetit është që me gjetë dikon i cili ja shpërndon sadakan. Dhe kjo nuk bie ndesh pra me sinqeritetin, bile është më afër sinqeritetit. Ky e kishte autorizu këtë njeri me dhon sadaka, jo zakat. Jo zakat. Kto është, domethënë, sadaka. Edhe thot unë shkova dhe i mora. Ai ka shpërndon sadakan, po djali vetë ka fukara. Djali vetë ka fukara dhe ka pas nevojë për ato para, edhe këtina e kanë rahise. Thot shkova dhe mora, pastaj ja solla atij, edhe pastaj ai më tha se kom pas në jetën ty më të dhon këto parë. Se kom pas në jetën ty më të dhon këto parë.
E dietarët për kësaj në marrin dhe thonë se njeriu pa marrë parasysh se domethënë çka ka pas në jetë, nuk do të merret në përgjithësi për ato çka e ka dhënë. Ka mundësi me dhënë një sadaka me përfundu të njeriu i cili nuk e meriton. Po e merr shpërblimin e asaj sadakaje. Ka mundësi menon që një person i tillë është person i varfër, po mos jetë i varfër. Ka ndoshta për qëllim me dhënë dikujt ai ka mundësi me shfrytzu për haram, po ky nuk e din. Atëherë nuk duhet më thënë keq, edhe nuk duhet më pendu për ata që ka dhënë, se ajo që ka dhënë për hir të Allahut Azza wa Jall. Kjo është sa përket sadakas. Domethënë edhe këtu është ai hadithi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i cili përmendet se një njeri e kishte dhënë një sadaka dikujt. Dhe kur kanë dalë njerëzit edhe kanë fol, ka thonë natën dikush e ka dhënë sadaka një hajdutit, një vjedhësit, një hanit. Thotë elhamdulillah, pas ka përfunduar në durët e hajdutit, në durët e vjedhësit. Ka dhënë edhe një sadaka tjetër. Njerëzit që zgjuan edhe kanë thonë, jo është dhënë prom sadaka një lavireje. Ka thonë elhamdulillah, pas ka përfunduar në durët e kësaj në lavireje. Masanej e ka dhënë një sadaka tjetër, ka përfunduar në durët e një pasanikut. Edhe njerëzit kanë folë, se dikush e pas ka dhënë dikujna i cili është pasanik, e pas ka dhënë këtë sadaka. Dhe pastaj këtina njeriu është përmend, është të thonë se sadakaja jote që ke dhënë për këta të tre është e pranuar, sepse ndoshta ai pari i cili ti ke dhënë që kon hajdut, ndoshta bëhet sebeb kjo sadaka që me pengu pe vjedhjes. Domethënë ndoshta ai ka pas nevojë, edhe mo nëse domethënë është dhënë kjo sadaka, ka pengu kjo sadaka prej vjedhjes, ndërsa atë lavirën e ka pengu pe amoralitetin, ndërsa ai i cili ka qenë që është domethënë i pasën, ai personi ndoshta ka ndodhur që me përjetu ato, se ai ndoshta kur s'ka dhënë sadaka, me përjetu ato që të tjerët kanë nevojë për me dhënë sadaka edhe me nxit ato që me dhënë sadaka të varfërve. Pra, kjo fjalë ky hadithi pejgamberit alayhis salam, dhe kjo ngjarje që e përmendëm që përmendëm më vonë, do të thotë se njeriu nuk ka përgjegjësi për ato që e jep. Dhe po ashtu edhe nxirret për këtina hadithi se nga njëherë njeriu mundet me pas mosmarrveshje me prindin e tij, edhe me çu prindin e tij në të gjykatësi. Siç kanë shku këta të dy te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. A do të thotë kjo se kur shkon tek gjykatësi për me gjyku rreth një çështje, ai dhe prindit e tij me kom kjo pe mos respektimit të prindit, pe asona që quhet lokuk, jo çdo herë. Se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam si ka thonë këtina, jo ki frikë Allahun azza xal se kjo është mos respektimi i prindve. Mirë, po ka pranu dhe pastaj ka gjykuar mes tyne dhe ka treguar se ty të kanë ajo për çka ke dhënë, të merr sevapin për ato që ka dhënë, edhe ty të kanë ajo çka e ke marrë të iman, se e ke merituar, se ke qenë i varfër, ti domethënë e ke marrë shpërblimin, ki tjetri ty të kanë ajo, se kjo ka dhënë se sadaka të përgjithshme, po këtina i ka qelluar, i ka rahise. Pra jo çdo herë kur shkon babai edhe djali tek ndonjë gjykatës, konsiderohet mos respektimi i prindve. Mund të konsiderohet nëse baba, nëse djali i bën padrejti prindit vet, ose ngrit fjalën, ose e çon padrejtisht edhe domethënë te gjykatësi dhe kërkon që më marr pasunia ose domethënë për një çështje të caktuar tek gjykatësi, domethënë nëse i bën padrejti prindit e tij, mund të bëkon prej mos respektimit të prindit. Po ashtu për këtë hadithit merret ose nuk kuptohet dobia që lejohet me dhënë sadaka në xhami. Për arsye se ky person ndërmjetësuesi mes të Jezidit, babës së Manit dhe këtyre nevojtarëve ka qenë në xhami. Dhe ky e ka autorizuar që me shpërnda këtë sadaka në xhami. Që do të thotë se sadakaja lejohet të jepet në xhami. Mirë, po nuk lejohet që ata nevojtarët më ngrit në xhami, brenda xhamisë edhe me kërku sadaka, sepse xhamiat nuk janë ndërtuar për këtë, me çu njerëzit e me kërku sadaka me këta. Mirë, po
nëse dikush jep sadaka këtyre personave, persona nevojtare ose persona të ndryshme, atëherë nuk ka gjë të keqe dhe pra lejohet me dhënë sadaka në xhami. Po ashtu, ky hadith e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam flet për një çështje të rëndësishme, flet për çështjen që njerëzit kur kanë mos pajtim duhet gjithsesi me u kthyet te Allahu azza wa jalla dhe te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Se këta për çështjen e tyre janë drejtuar te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe ai ka menduar se ka gjykuar mes tyre. Pra kur kanë njerëzit ndonjë mos pajtim, shkordhe dhe fe in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Nëse keni mosmarrëveshje për diçka ose rreth diçkaja, atëherë ktheni ato Allahut dhe pejgamberit të tij. Allahu, domethënë ajetë kuranore, ndërsa pejgamberi sa ka qenë gjallë, domethënë te personi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ndërsa pas vdekjes së tij, atëherë tek suneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po këtu pra është për qëllim që kjo hadith e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në rend të parë Nawawi rahimahullah ka përmendur për çështjen e niyetit. Për çështjen e niyetit se njeriu e merr shpërblimin në bazë të asaj çka e ka bën jetë. Dhe nuk është e kushtëzuar që domethënë përfundua aty ku ka mendu, po e merr shpërblimin në bazë të niyetit të tij, e ka pas niyetin e tij të mirë, ndoshta bile edhe përmendën nganjëherë prej dietarëve, për shembull Xhafer ibn Muhammedit edhe të tjerë, se dikush ka thonë nuk mundesh më konsideru dardanes përveç se nëse jap njerëzve që e meritojnë. Ka thonë këta pyetoj kanë njerëzit kopras. Pse? Se jo çdo herë dikujna që e meriton mundesh më ia dhon. Më dhon edhe dikujna që domethënë edhe s'ka nevojë, po dëshiron ti me kon domethënë mos me kon kopras, po me kor dolë shumë. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është përshkruar është në hadithin që e dim na që ke rihil mursala kur ka qenë në domethënë Ramazan dhe kur takon te me Xhibrilin, atëherë transmetuesi e përgjason te pejgamberin, e ka përgjasuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam sikur se një erë e dërguar. Një erë e cila e dërgon shiun. Ky shi ka shkon në atë tokë e cila është e etur, që ka nevojë me ujit me ujë. Po shkon edhe në një vend që është ngopur me ujë. Pra shkon në vende të ndryshme. Edhe atje ku ka nevojë, edhe atje ku nuk ka nevojë. Allah azza wa jalla dërgon për të gjitha. Prandaj njeriu, domethënë, nuk është kush që më jap sadaka vetëm atyre të cilët e meritojnë. Natyrisht, ta janë më përsor. Edhe do të më përzgjedh. E sidomos do të më përzgjedh më kujdes që mos më jap dikujt i cili e shfrytëzon për haram. Mirë, por nëse e ka dhon, mirë, po nuk e din, dhe në fund ka përfunduar tek dikush i cili ndoshta nuk e ka merituar, atëherë mos të zgënjehet dhe mos të bjen pishman, mos të pendohet për këtë çështje. Kjo është sa i përket sadakas, ndërsa sa i përket zakatit, atëherë sa i përket zakatit është çështja pak më ndryshe. Për arsye se njeriu duhet të kujdes që zakatin e tij na më dhon vetëm aty ku duhet. Edhe duhet kogja mirë me vërtetu edhe me hulumtu. Jo veç me thonë, e kam për obligim zakatin edhe kush qëllon para xhamisë aty në t'japi zakatin. Nganjëherë disa njerëz veprojnë kështu edhe te na. Domethënë e shohin të njerëz që aty na merr mendje që janë që meritojnë zakatin edhe japin. Këtina njeriu i cili nuk ka hulumtu, nuk është vërtetuar se çaj personi tjetër a meriton apo nuk e meriton zakatin, nuk i pranohet zakati. Pra, nëse nuk është vërtetuar, nuk i pranohet zakati. Do të edhe një herë me dhon zakatin. Mirë, po nëse është për atyne që është vërtetuar dhe ka hulumtuar dhe ja ka dhënë dikujt zakatin. Mirë, po është qartësuar më vonë që ai s'ka pas nevojë, nuk e ka merituar zakatin. Në këtë rast, kur pas hulumtimit edhe verifikimit, po prapse është vërtetuar më vonë, është vërtetuar që ky se ka merituar zakatin, atëherë që ky zakat dhënia e këtij zakatit është e vlefshme ajo. Dietarët kanë debatuar kësaj çështje. Të disa prej dietarëve thotë zakati është i vlefshëm dhe s'ka nevojë edhe një herë me dhon zakatin. Ndërsa te shumica dietarëve thonë ja duhet me dhon zakatin edhe një herë se nuk ka përfunduar durte, domethënë që e meritojnë ose atyne që domethënë e meritojnë zakatin. Prandaj, domethënë në këtë çështje, pra dhënia e zakatit ka një lloj detajizimi.
e përmendëm që njeriu gjithsesi, sidomos në Ramazan, duhet me verifiku, duhet me këshir, jo veç me qu kujna t'ja merr mendja atij dhe mos më jap nganjëherë njerëzit thonë se s'po du më jap gjithë kujna, po du vetëm me shpërnda, as nuk e njeh të varfrit, as nuk i njeh nevojtarët, mirë po vetëm ashtu që ja merr mendja. Edhe kjo bëhet shkak që aty në mos më pranu dhënia e zakatit. Ky pra është hadithi e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe prej aty që e fundit, çështja e pika e fundit që mundem të përmend rreth këtij hadithi e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam përveç që ka qenë imam, përveç që ka qenë edhe pejgamber, përveç që ka qenë lider, kryetar e kështu me radhë, ka qenë edhe gjykatës edhe ai i cili ka gjykuar mes të njerëzve. Nganjëherë tek hoxha, tek dietari, domethënë mundem me ardh njerëz të ndryshëm jo për më gjyku, po me zgjidh ndonjë mosmarrveshje. Me zgjidh ndonjë mosmarrveshje. Mirë po këtu personat të cilët merren me zgjidhjen e këtyre mosmarrveshje. Atëherë do të më pas parasysh dy çështje. Para me pas dije rreth çështjes. Se nganjëherë mos dija bën që ai domethënë me anu ka dikush ose me dhënë një verdikt, ndonjë normë për diçka, çka domethënë nuk është ashtu, nuk ka thënë feja ashtu. Domethënë ai i ka huç për arsye se nuk ka dije. Por në anën tjetër duhet me pas edhe mençuri e zgjarsi qysh mi pajtu, se nganjëherë nuk është të thonë që domethënë me gjyku edhe me dhon te e ki kështu. Mirë po me ardh në fund deri tek një pajtim i caktuar mes të dy palëve. E kjo nuk mundet të realizohet përveç se nëpërmjet mençurisë së njeriu. Hadithi tjetër është hadithi të cilën e transmeton Buhariu dhe Muslimi nga Sa'd ibn Abi Waqqas. Thot kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauduni 'ama hajjatil wada' min waj'in ishtadda bi. Thot në hajjatul wada' në hajjin lam tumirs, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam më vizitoi gjatë hajjit pra lam tumirs kur isha i smur rënd. Ka qenë i smur rënd sa që ka menduar se ka me vdekë për kësaj smundje. Sa'd ibn Abi Waqqas njëri prej atyre të cilët është përgëzuar me xhenet. Edhe i thash, ja Rasulullah, thot më ka kaplu smundja, siç është, dhe më ka pasuni. E kam vesh një trashëgimtare, kam vajzën time. Dhe atë jap sadaka e tasaddaqu bi thuluthi mali, tha ta më dhon sadaka 2/3 pasunisë time, ka thonë la. Mos jo, s'bën me dhon. Është ndaluar me dhon si testament. Tjetër kujna, përveç vajzës tonë, 2/3 të pasunisë tonë. Ka thonë fe shatër, atëre gjysmë, ka thonë jo. Ka thonë fe thuluth, ka thonë e thuluth wa thuluthu kathir. Ka thonë një tretë në pasuni, ka thonë një tretë e pasunisë edhe ajo shumë. Ma mirë është që ti me lënë trashëgimtarët e tu të pasanika, që s'kanë nevojë për njerëzit, sesa me lënë trashëgimtarët e tu të varfër që i lypin njerëzve, kërkojnë për njerëzve. Dhe në fund Sa'd ibn Abi Waqqas ka thonë se u khallefu ba'da ashabi, ja Rasulullah, a do të mbete pas shokëve të mi, se ky ka qenë muhajir. Dhe është fregu që mos po vdes në Mekë. Dhe Allah Azza wa Jall apo ja pranon hijretin apo jo, se janë fregu sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam muhajir se mos në qovë se vdesin atë vend për cilit kanë bo hijret, atëherë mos po ndikon kjo që më poprish hijreti i tyne, mos më koni sakt hijreti i tyne. Për arsye se kanë pas, domethënë kanë pas gajlen që domethënë për vendit që kanë bo hijret, mos më kthy asnjëherë në atë vend. Ata që kanë lënë për hir të Allahut Azza wa Jall, mos më kthy në atë vend. Edhe kjo ka pas gajlen. Ka thonë u khallefu ba'da ashabi, ja Rasulullah, do të mbetem pas shokëve të mi. Ka thonë ti nuk do të mbetesh, edhe kjo është një prej atyre profesive të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe në fundi ka thonë që do të vjen kjo që do të vjen, që ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk do të bësh ndonjë vepër për hir të Allahut Azza wa Jall, përveç se do të ngrihesh më shumë në gradë dhe shpërblim. Thotë ndoshta do të jetosh gjatë dhe do të përfitojnë për te disa njerëz dhe disa tjerë do të dëmtohen. Pastaj ka thënë ja Allahumma amdhi li ashabi hijratahum wa la taruddahum ala aqabihim khasirin. Ka thënë ja Allah plotësoj hijretin shokëve të mi dhe mos i kthem mbrapa ata, por Sa'd ibn Khawala ishte ai që kishte vdekur në Mekë, e pejgamberit alayhis salam i kishte ardhur keq sepse kishte vdekur në Mekë. Është hadithi pra i gjatë që përmban shumë çështje
Mirë po, këtu e ka përmend Imam Nevaviu në atë fjalën që ndoshta nuk e citum, po këtu thot innaka ma lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta alayha hatta ma taj'alu fi miratik. Do të thonë ti nuk shpenzon diçka që me ta synon fytyrën e Allahut azza wa jall, përveç se Allah azza wa jall të shpërblen me ta. Edhe në qoftë se kjo është një shpenzim që e vendos në gojën e gruas tënde. Do të thonë çka shpenzon për familje, në qoftë se synon të kënaqësinë e Allahut azza wa jall, ki mos shpërbly për ta. Sa i përket këtij hadithit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, tham Sa'd ibn Abi Waqqas është një nga atyre të cilët pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka përgëzuar me xhennet dhe është sahabi i njohur, nuk do të ndalemi shumë në biografinë e tij, mirë po thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam më vizitoi në haxhin Lamtumir kur isha i smun me smunje të rëndë. Domethënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka pas zakan me vizitu sahabët e tij dhe këtu është ajo çështja e vizitës së të smurit dhe dietar kanë thënë se vizita e smurit është sunet, nuk është vajib, përveç Ibn Hazmit ka thënë është vajib. Ndërsa disa dietarë si kurse Ibn Abdul Barri ka thënë se vizita e smurit, domethënë Ibn Abdul Barri ka thënë se vizita e smurit është sunet dhe ka ijma në ta. Mirë po, përmendëm se Ibn Hazmi ka thënë se është vajib. Sidomos për me një kusht të caktuar. Po te shumica dërmuese edhe ka ijma gati në të që është sunet. Thotë Sa'd ibn Abi Waqqas këtu ka përmend testamentin. Çka do të thonë fjala testament? Testament ka trashëgimi edhe testament. Trashëgimia është kur vdes një person edhe kalon një pasuri. Qoftë parë, qoftë prona, qoftë çështje të ndryshme që i kalon prej pasunisë së tina. Dhe ai ka disa trashëgimtar. Për shembull, në këtë rast Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu ka pas trashëgimtar vetëm një vajzë. Po dikush mundet me pas trashëgimtar djemë, vajza, dikush edhe vëllezër e kështu me radhë, babën, nonën e kështu me radhë. Kjo është ajo që pasuni që trashëgohet. Ka një tretman, çush duhet më ndoa, ka në ardha të rregullat. Mirë po, është diçka tjetër që quhet testament. Testament është jashtë trashëgimisë. Jashtë trashëgimisë. Çfarë do të thonë? Kur dikush dëshiron jashtë trashëgimtarëve me dhënë një pasuninë, një pjesë të pasunisë së tij si testament. Për njerëz të caktuar, jo trashëgimtar. Thotë për filanin, e kam pas shok të mirë, po duam më ia dhon testament 1000 euro, 2000 euro. Ka me kry djali i tina mjeksin, edhe i kushton shumë. Edhe ky ka pasuni, thotë për jalon testament që djali i tina me kry mjeksin me ato pare, ose personave të ndryshme, ka pas dashamir. Pra testament jo për trashëgimtar, se është ndaluar me lënë testament për trashëgimtar. Mirë po jo për trashëgimtar. Atëherë ai lejohet, kjo lejohet me lënë testament për dikon tjetër. Dhe Sa'd ibn Abi Waqqas ka dashur me lënë testament për dikon tjetër, përveç vajzës së tij. Pse njerëzit zakonisht lënë testament? Se s'po flasim për Sa'd ibn Abi Waqqas, sepse Sa'di ka qenë aty në sahabive që ka jap sadaka në jetën e tij, gjatë jetës së tij. Mirë, po ka njerëz të ndryshëm që e vrejnë ka fundi jetës së tij nëse ka grubullut pasuniu, lodh. Mirë, po nuk e jap aq shumë pas sadaka. Atëherë po don e vrejnë që vdekjen e ka afër dhe po don me fitu sevape me një pjesë të pasunisë dhe po don me lënë testament, që me fitu sevape. Sa ajo që e marrin trashëgimtar ka më marr gjithsesi trashëgimtar. Mirë, po me bose vape pak me dikon tjetër. Atëherë, që kjo është, domethënë ajo çështja e testamentit, mirë po, çështja e testamentit është se nuk lejohet me ulën testament nëse e ka lënë 1/3 e pasunisë. Domethënë më shumë se 1/3 e pasunisë, gjysmën edhe 2/3, atëherë nuk lejohet. Edhe 1/3 pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë, edhe ajo është shumë. Bile disa dietar parapëlqejnë që me dhon 1/4 e pasurisë. Për arsye se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë 1/3 dhe 1/3 është shumë. Pra, këtu kemi çështjen e testamentit. Dhe çështja tjetër që domethënë i përmban ky hadith e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam është edhe se njeriu gjatë smundjes së tij, kur është i smund, lejohet me kallëzu që është i smut. Vetëm mirë po me
kushte të caktuara. Lejohet, do të thonë, me përshkruaj dhimbjen e tij, me përshkruaj që jam i smur, mirë po me kush që mos me kon kjo, mos me tregu një farlloj pakënaqësie ndaj kaderit të Allahut azza wa jall dhe mos me qenë kjo si ankesë e tina. Nëse bëhet si ankesë edhe si pakënaqësi ndaj kaderit të Allahut azza wa jall, atëre do të thonë paksohet shpërblimi. Mirë po lejohet se Sadi ka thonë belagha bi min al-wajhi ma tara. Nuk ka kablu smunja çashtu që po msheti. Domethënë ka kallëzuar që është smut. E njerëzit domethënë lejohet aty në me kallëzues që janë smut, ose me kërku me kema, ose me kërku që dikush tjetër me bëu dua, ose ndonjë rukje, ose ndonjë këshill, ose me sharu. Po ashtu Sa'd ibn Abi Waqqas gjithmonë ka pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam për çështje të tij, po edhe sahabët e tjerë. Ju kthyet te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur kanë pas diçka ndonjë çështje të paqartë se kanë dashur ndonjë këshill nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ju kthyet te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe këtu në çështje të ndryshme njeriu duhet të kthyet te suneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam tek dietarët për me ata më sharu për shkakun se çfarë hukmi e ka ajo ose çfarë dispozite e ka ajo çështje e tij. Sidomos kur është ka fundi i jetës së tij. Ka fundi i jetës së tij janë disa çështje që i ndalohet njeriu me i vepru. Sepse nganjëherë dikur do të bëj zullum diku në petra shikimtarëve, me i privu në raste të tilla, për shembull, i jep sadaka ose i jep hedije dhe te kalon këtë që përmendëm, domethënë jep si vasiat, si hedije dikujt na, nëse dëshiron nëpërmjet kësaj mi te kalon në të tretën, edhe dëshiron mi privu trashëgimtar, nuk lejohet. Për këtë arsye, ai i cili është në prag të vetë të vdekjes, nuk lejohen disa çështje me bë nga ona tyne. Po ashtu, për çështjet që përmban hadithi e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është edhe vlera shpenzimit për bashkëshortën, se ka vlerë të madhe që njeriu më shpenzu për bashkëshortën e për fëmijët e tij. Ka njerëz të cilët kur shpenzojnë, ndoshta janë në gjendje me i shpenzu edhe me jap dikujt sadaka shokëve të tij, kolegëve të tij, me kallëzu për atyre që po jap sadaka, ndoshta shkon me shokët e tij në për darka të ndryshme, në për dreka të ndryshme, mirë po kur vjen i lën, domethënë familjen e tij, gruan e tij, dhe kjo ka raste të ndryshme që ndodhen në jetën edhe ndoshta te disa pe muslimanë, disa pe vëllezërve, që domethënë është në gjendje me shpenzu, nuk ka edhe rrugën as të madhe, mirë po shpenzon, masanë i lën keq gruan edhe familjen e tij që ka për obligim me i majt, që ka për obligim me shpenzu për ta. Prandaj këto për këtina hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kuptohet që çfarë vlerë të madhe ka njeriu i cili shpenzon për bashkëshortën e për fëmijët. E ka vajxhim as pari. Mirë po nëse dëshiron edhe me arrit se vape më të mëdha, atëherë do të më bëj me niyet. E kjo masanej me niyet innaka la tunfiqu nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta alaiha. Fat hadithi e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ti nuk shpenzon diçka. Me cilin shpenzon me ta ftyrën Allah të zëgjel, knasinë Allah të zëgjel përveç se ki ish problem në ta, sa që edhe atë farë shpenzimi që ban për familjen, për gruan edhe për fëmijët e tu, do me thonë për gruan tonë. Dhe do me thonë ka njeri sevap, a ka fillimisht ka për obligim, mirë po në qoftë se dëshiron me fitu edhe ma shumë sevape, duhet me bën jetë. Duhet me bën jetë, jo të gjithë njerëzve ju bjen ndërmend që kur blejnë diçka, kur të merr rrogën, me bën jetë. Shumë pak për njerëzve ju bjen mend kjo. Po kjo hadith e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e qartëson këtë punën e niyetit. Dhe në fund është ajo profecia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ka thonë se ti s'ke më mbet pas shokëve tu, që do të thotë kimë jetu ende. Edhe në fund ka thonë ndoshta kimë jetu gjatë, sa që për ti e kanë me përfitu, kanë me pas dobi disa njerëz e të tjerët kanë mu dëmtu. Edhe kjo është realizu profecia pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Se Sa'di ka jetu mas vdekjes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në kohë të gjatë, sa që Omer radiallahu anhu është ai i cili e ka dërgu si komandant në ato shlimet që mbo atje ka Persia, bile përmendet, më thonë se u kon ai komandati kryesor në luftën e Qadisiyes, edhe në luftën e Bedainit, dhe më thonë në luftat të ndryshme që janë bën kon Umar ibn al-Khattabit, në cilat është çliru, dhe më thonë Persia, Sa'd ibn Abi Waqqas u kon ai i cili i ka çliru, kon komandanti kryesor, për komandantëve kryesor. Pastaj edhe ka dërguar si vali në Kufe. E ka dërguar si vali në Kufe.
Pra, kanë pas dobi pe Sa'd ibn Abi Waqqasit kush? Shumë pe muslimanëve, ndërsa jo besimtarë nuk kanë pas dobi, janë dëmtu pe tina. Perënderia persiane, domethënë një pjesë e sajna ka ra në durt se Sa'd ibn Abi Waqqas kon sebeb i saj, sepse ka qenë njëri pe komandantë kryesor. Kjo është pra hadithi e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që përmban shkurtimisht wa sallallahu alaihi wasallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.